Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Vion përplase në distancë ndërmjet kryeministrit Edi Rama dhe shoqatës së gjyqtarëve për sistemin e pagave në drejtësi. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë deklaroi se ishte habitur me reagimin e shoqatës së gjyqtarëve dhe kërkesat e saj unikale sipas tij. Ju kërkoni që për gjyqtarin e shkallës parë paga të shkojë nga 3.360 euro në 5.300 euro. Ju kërkoni që për gjyqtarin e apelit paga të shkojë nga 3.480 euro, që është sot aktualisht 3.480 euro, në 5.500 euro. Ju kërkoni që paga në gjykatën e lartë shkojë 5.800 euro. Dhe ju kërkoni që pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve paguhen rreth 6.500 euro. Pra 3.000 euro doni ju t'i rrisni pagat vetes në muaj me një vendim gjykate. Ku jeni ju këtu? Shoqata e prokurorëve të Shqipërisë është bashkuar përplasjes në distancë mes ekzekutivit dhe gjyqëstorit mbi kërkesën e gjyqtarëve për rritjen e rrogave. Përmes një deklarate zyrtare për mediat, ata shprehen se presioni nuk i shërben forcimit të shtetit të së drejtës. Sipas shoqatës së prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, çdo ndryshim ligjor që pason regres në standardet e njohura më parë dhe ulje të pagave të magjistratëve përbën cënim të garancive kushtetuese. Qëndrimet e përsëritura publike të kryeministrit Edi Rama kundër betejës së gjyqtarëve në kushtetuese për çështjen e pagave të tyre janë konsideruar si një fushat spekulimesh nga shoqata kombëtare e gjyqtarëve. Në një deklaratë publike ata flasin për një tymnaj populiste që është krijuar dhe shpërndar me qëllim linçimin e gjyqtarëve dhe shoqatave të tyre lidhur me një proces gjyqësor kushtetues i cili ndodhet në fazën e vendimarrjes përfundimtare. Reagimi i shoqatës përmban tone të ashpra ndaj kreut të qeverisë, deklaratet e cilit të reflektuara dhe në media etiketohen si përbaltje kryeministrore publike tërësisht histerike, që synon të ndes kundërshtit në opinionin publik për një vendimarrje dhe proces kushtetues që duhet të zhvillohet në sallën e gjykimit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u arrestua për krah gjyqtarëve në kërkesën e tyre për rritje të pagave. Lideri i opozitës deklaroi se gjyqtarët dhe prokurorët kanë të drejtë të plotë në pretendimet e tyre për paga, duke akuzuar kryeministin Edi Rama se ka përmbysur piramidën e pagave në shtet përmes vendimeve arbitrare dhe klienteliste. Në një prononcim për mediat, Berisha theksoi se ndërhyrja e qeverisë në piramidën e pagave ka shkelur kushtetutën dhe ligjin, duke krijuar pabarazi të thella brenda sistemit të drejtësisë dhe institucioneve të shtetit. Këta janë turpi vendit, turpi kombit. Këta e bëjnë Shqipërinë që s'ka ligj as kushtetut dhe bëjnë vetëm për interesa personale. Krahas asaj, Berisha pati dhe një seri akuzash ndaj disa anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Për Kryedemokratin, mungesa një vendimi në lidhje me zëvendës kryeministre Belinda Balluku nënkupton që disa nga anëtarët e gjykatës kushtetuese janë të gatshëm të shkelmojnë ligjet dhe kushtetutën vetëm për të zbatuar sipas tij urdhrat e kreut të qeverisë Edi Rama. Ata të cilët kushtetuta i përcakton si garant të saj dhe i ka vendosur në pjedestalin më të lartë të piramidës pushtetit gjyqësor, ata po faktojnë para syve tuaj se janë strofulla e fundit e hajdutëve të narkoshtetit. Afatet e paraburgimit u kthyen në shkak për debat në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Deputeti i Partisë së Lirisë Tedi Blushi në interpelancën e kërkuar me ministrin e Drejtësisë Besford Lamallari kërkoi sqarime për mosbatimin e raportit të avokatit të popullit lidhur me trajtimin e ish-presidentit të Shqipërisë Ilir Meta gjatë qëndrimit në paraburgim. Fal qeverisë tuaj, mban një rekord të zi dhe të turpshëm. Jemi i vetmi vend antar i NATO-s me të burgosur politik. Ish presidenti i Republikës, ish kryetari i këtij parlamenti, ish kryeministri Ilir Meta, në mbrojtje ligjore nga Garda e Republikës, u rrëmbye dhunshëm nga bandit të maskuar dhe të armatosur. Sipas Blushit, avokati i popullit ju rikujton se pas një hetimi administrativ ka arritur në përfundimin se ndaj Metës nuk janë shkelur vetëm liritë dhe të drejtat, por dhe liritë politike e fjalës dhe mendimit. E 3 muajsh, zoti ministër, avokati i popullit ju ka lënë mbi tavolinë, ju dhe drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, 9 rekomandime të detyrueshme për zbatim në lidhje me dhënien fund të trajtimit kriminal dhe njerëzor të ish presidentit të Republikës, zotit Ilir Meta, dhe për më shumë
se 15 muaj vjoni ta mbani në izolim ekstrem. Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë Besfort Lamallari hodhi poshtë pretendimet e deputetit Partisë së Lirisë Tedi Blushi lidhur me trajtimin e ish-presidentit Ilir Meta në paraburgim. Lamallari sqaroi se në asnjë rresht raporti i avokatit të popullit nuk përdor terminologjinë trajtim denigrues dhe çnjerëzor. Ministri tha se Ilir Meta në qendrën e paraburgimit Jordan Misja trajtohet në mënyrë të barabartë me çdo të paraburgosur tjetër. Avokati i popullit me raportin i cili bëhet shkak për këtë interpelancë konfirmon të kundërtën, nuk ka persekutim politik, kurse pretendimet tilla janë thjesht të pabazuara dhe nuk kemi cënim të lirisë së shprehjes për sa kohë që duhet një balancë mes nga njëra anë lirisë së shprehjes së çdo kujt, përfshirë dhe të paraburgosurit, por dhe detyrimet që kanë institucionet përgjegjëse për të garantuar sigurinë dhe zbatimin e rregullore dhe ligjeve akteve nënligjore në fuqi. Ndër të tjera, Lamallari u ndal për nevojën e rishikimit të politikës penale. Sipas tij, sot 2655 qytetarë janë në paraburgim pas një vendim fajësie. Ne kemi detyrimin që jo vetëm flasim për ta, jo vetëm të kërkojmë më shumë llogaridhënie nga institucionet, përfshirë dhe sistemi penitenciar, por përkundazi të bëjmë gjithë bashkë dhe gjejmë gjuhën e përbashkët për përmirësuar kodet, për të ulur marzhet e dënimit, të cilat për fat keq ende sot e kësaj dite trashëgojnë një mendësi, një kulturë politike atavike. Këshilli i lartë gjyqësor kërkon nga qeveria garanci për sigurinë në gjykata. Në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunim dhe Mbikëqyrje Institucionale, kryetari i Këshillit të lartë gjyqësor në Shqipëri, Ilir Rusi, tha se mungesa e shtuar e forcave të policisë u bë shkak për vrasjen e gjyqtarit të gjykatës Apeli në Tiranë, Astrid Kalaja. Kreu i kolegjisë theksoi se shqetësimi për sigurinë në gjykata duhet të jetë një çështje kombëtare dhe jo e lokalizuar e vetë sistemit, pasi ka të bëjë edhe me sigurinë kombëtare të shtetit dhe qytetarëve. Rusi tha se kanë kërkuar shtimin e forcave policore në mjediset e gjykatave. Përgjigjja e shkresave zyrtare është që nuk kemi forca policore përkatëse. Pra, jo se institucionet nuk e ndjejnë përgjegjshmërinë për të shtuar elemente e sigurisë në gjykata, po ajo që thuhet kryefjala është mungesa e burimeve njerëzore, pra e punonjësve të policisë përkatëse. Dhe unë them që kjo është për te KLG-s, do duhet nisma të tjera nga kuvendi dhe ekzekutivi për të rritur atë numër. Ai bëri të ditur se nga ana e KLG-s janë ngritur 3 grupe pune për verifikimin e kushteve të sigurisë në gjykata, ku theksoi se në të gjitha gjykatat në vend ka mungesë të elementeve bazik për të garantuar sigurinë. Që ka gjykata në nivelit parë që janë Tiranës, gjykata në nivelit 2 që janë në përrethë, gjykata në nivelit të tretë që është Kuksi, Gjirokasa, Saranda edhe Dibra, të gjitha ka nevojë për ndryshime në infrastrukturë me qëllim që ne të implementojmë konceptin e sigurisë në gjykata. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas pranisë në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje, u shpreh se çfarë ka parë sipas tij në vizitën e shkurtër në prokurorinë speciale. Aty ishte Altin Troplini apo Poja i Skapit, i cili ishte ulur me 3 personazhe, me Elvis Doçin, Altin Hajrin dhe Irenën me 5 mbiemra, sepse si avokati tyre po u bën të shpjegime për çështjen. Ish kryeministri Sali Berisha përballet me akuzën për korrupsion, ndërsa dhëndri i tij, Jamarber Maltezi dhe biznesmeni Fatmir Bektashi akuzohen për përfshirje në korrupsion dhe veprime të palishme për pastrimin e parave, ndërkohë për 2 të pandeurit e tjerë prokuroria ka ngritur akuza për përfshirje në skema të pastrimit parave. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi kryeministrin Edi Rama se nuk mund t'i fshihet krimeve që i ka bërë vendit. Nga foltore vendosur përballë kryeministrisë, Berisha paralajmëroi se ardhmja e zëvendës kryeministres Ballukut dhe Ramës tashmë është e vulosur. Siç nxinte dikur diktatori Gjakatari Enver Hoxha, ky është diktatori i drogës së shqiptarëve. Ndaj edhe shqiptarët duhet t'i rezervojnë të njëjtin fat që i rezervuan diktatorit gjaksor. Edi Rama nuk ka alternativë tjetër përveç se t'jap dorëheqjen. Ja ku ti themi këtu, ti që fshihesh pas lubis, je i pa shpresë, sepse edhe lubia, edhe ti do shkoni atje ku e keni vendin. Sovrani për zver ku do t'ju kap ju. Ndërsa nuk munguan thirrjet për protestën e ardhshme të datës 10 shkurt. Ftohen në rrugë dhe sheshet e Tiranës. Qytetarët e Tiranës janë të ftuar të zbresin në shesh
për t'i dhënë leksionin e meritur këtij regjimi anti-shqiptar. Politik. Ende nuk ka një marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste në fillimin e punës së Komisionit për Reformën Territoriale. Nga salla e kuvendit, kryetari i grupit parlamentar të deputetëve të Partisë Socialiste Taulant Ballaj i la fat opozitës deri në mbrëmje për të vendosur nëse do të shkojnë apo jo në Komisionin për Reformën Territoriale. Dhe ne po ju themi, nëse ju vini, nuk ka nevojë ta ndryshojmë. Na e thoni këtë deri ndarkës. Sipas tij, Partia Socialiste nuk heq dorë nga propozimi për zhbërjen e formulës së barazisë si e vetme mënyrë që komisioni të rifillojë punën. Në mëngjes keni mend tjera, në darkë keni mend tjera. Do presim deri ndarkë që t'ju vinë mend e mbrëmjes në darkë, edhe kismet vendosim deri atëherë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Ballaj parlemëroi demokratët se nëse nuk reflektojnë dhe nuk marrin pjesë në mbledhjen e komisionit posaçëm të reformës territoriale, do të ndërmerren mekanizma për të zhbllokuar situatën. Jemi në kushtet që pothuajse 3 muaj pas këtij ngritjes së këtij komisionit posaçëm të reformës administrative territoriale, një reformë e rëndësishme sa i përket qëllimit tonë për të vijuar thellimin e përmirësimit të shërbimeve publike ndaj komuniteteve. Jemi në situatën që deputetët e Partisë Demokratike nuk lejohen nga lidershipi i partisë tyre që të marrin pjesë në mbledhjet e komisionit. Dhe besoj e shpresoj që sot në mbledhjen e komisionit posaçëm të reformës administrative territoriale, jo vetëm deputetët e opozitës të jenë prezent, por të marrin dhe detyrat brenda kompozicionit dhe detyrave të këtij komisioni, në mënyrë që nesër në seancën e kuvendit të mos jemi të detyruar të vendosim mekanizma zhbllokues. Kjo nënkupton ndryshimin e përbërjes së komisionit posaçëm ku Partia Socialiste do të ketë një antar më shumë. Partia Demokratike mohon të ketë bojkotuar mbledhjen e Komisionit për Reformën Territoriale. Deputeti demokrat Luciano Boçi sqaroi se nuk bëhet fjalë për braktisje të punës, por për mbledhjet e thirrura në mënyrë të njëanshme nga shumica në pushtet. Nuk ka pasur mbledhje të vlefshme që ju të përcaktoni apo jo prezencën tonë. Mbledhja e komisionit thirret në konsultim me kryesinë e komisionit. Është alfa e funksionimit një komisioni. Nuk ka pasur konsultim për thirrjen e mbledhjeve të komisionit dhe nuk mund dilni dot në konkluzion që kemi qenë ne apo jo në mbledhje komisioni. S'dilni dot më. Ishte Luciano Boçi, deputeti Partisë Demokratike. Sociale. 20 milion dollar investim për ndërtimin e 7 pikave të inspektimit kufitar, forcimin e kapaciteteve institucionale të AKU-s dhe Institutit të Studimeve Veterinare, të cilat kanë rol kyç në procesin e integrimit evropian dhe kontrollin e importeve dhe eksporteve, pritet të jenë në prioritet të punës së ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla. Në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, Salla theksoi se adresimi i rekomandimeve të raportit të Komisionit Evropian 2025 në këtë fusha përbën një komponent thelbësor të ecurisë së negociatave. Ministri vuri në duke se siguria ushqimore lidhet drejt për drejt me shëndetin e njeriut, besimin e konsumatorit dhe aftësinë e produkteve shqiptare për të hyrë dhe konkuruar në tregun evropian. Kemi disa aktorë dhe faktorë për të kontrolluar, por edhe për të ndërtuar sigurinë ushqimore në vend midis laboratorëve, pikave kufitare të kontrollit dhe mbështetjes financiare për fuqizimin e fermave dhe kapaciteteve të fermerëve në Shqipëri, midis AZBR-s. Maturantët në Shqipëri fillojnë plotësimin e formularit. Ministri i Arsimit Mirela Kombaro është drejtuar maturantëve një mesazh informues dhe motivues, duke bërë me dije fillimin e procesit të plotësimit të formularit A1, përmes të cilit nxënësit caktojnë lëndët me zgjedhje dhe provimet e maturës shtetërore 2026. Sot ju do filloni të plotësoni formularin e rëndësishëm për finalen e viteve të studimit të shkollave mesme, formularin A1, me të cilin ju do të zgjidhni lëndët që do të keni në provimet e fundit në qershor të 2026. Në fjalën e saj, ministra theksoi rëndësinë e këtij vendimi duke nënvizuar se zgjedhja e lëndëve ndikon drejt për drejt në orientimin akademik dhe studimet e mëtejshme. Është një zgjedhje e rëndësishme, nuk duhet me i lënë rastësisë se çfarë do të bëni në qershor, sepse lëndët që ju do të zgjidhni në një farë mënyrë ju orientojnë drejt fazës tjetër, ato të studimeve të larta për ata që do të vendosin të vijojnë studimet në universitet. Prandaj, këtë vendim të rëndësishëm, mendojeni mirë, këshilloni me mësuesit tuaj, këshilloni edhe me prindrit, sepse kjo do të përcaktojë në një farë mënyrë studimet e mëtejshme. Për ata
që nuk janë maturant të këtij viti, por të viteve më parshme, është formulari A1Z. Ministri informoi gjithashtu se për maturantët e viteve të mëparshme, aplikimi me formularin A1Z do të zhvillohet në datat 10 dhe 11 shkurt, ndërsa drejtoritë rajonale arsimore, zyrat arsimore dhe shkollat janë në dispozicion për të ofruar asistencë gjatë gjithë procesit të aplikimit. Qeveria shqiptare rihap platformën TikTok. Vendimi u mor një vit pas bllokimit. Në vendimin e Këshillit të Ministrave thuhet se Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, në bashkëpunim me entet rregullatore të fushës, ndërmerr veprimet e nevojshme për realizimin e heqjes së masave për ndërprerjen e aksesit të kësaj platforme, duke respektuar edhe dispozitat ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale. Vendimi për mbyllje u ndërmor nga qeveria pas disa publikimeve nga përdorues që nxisnin dhunën. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.